Ëmbëlsira e shumë kërkuar që ju premtova do ju apostoj ditën e diel dhe kështu do ta nisim javën ëmbël. Do të fillojmë nga puna me reçelën e lule shtrydhes, 200 gram lule shtrydhe i ndaj më katërsh, 100 gram sheqer dhe i lëm që të gatuhen me temperaturë të ulët për 30 minuta. Këtu kam qumshtin 800 ml dhe 100 gram sheqer, i lëm që të ngrohen. Kam marrë vezët Ovital që i gjeni në çdo market për ditë të freskëta dhe super të sigurta. Më duhen 5 të verdha vezësh, i kam rrahur, i kam shtuar te 200 ml qumësht, pra në total është 1 litër qumësht. Dhe kam shtuar dhe 90 gram niseshte. E trazojmë, vendosim një kullë se mos janë krijuar kokriza dhe shtojmë te qumshti. Do ta trazojmë derisa të fillojë të trashet, temperatura tek 6 dhe kam shtuar dhe 50 gram gjalp. Këtu është gati. I kam vendosur qesën sipër të pufitur në mënyrë që mos të krijojë kore derisa të ftohet. Kam rrahur 200 ml pana për ëmbëlsira, ja kam shtuar pastaj kremit i cili është ftohur, e kam rrahur dhe kështu kemi një krem fantastik i cili është shumë i butë, pra më i butë se kremi pastiqeris. Këto janë biskota savoiardi, mund të merrni çfarë të doni, reçelin që përgatita, shtojmë edhe kremin nga sipër, e sheshojmë pak me lugë dhe këto lule shtrydhet i kam ndar në feta, por pa i ndar deri në fund në mënyrë që të hapen dhe të marrin të formën e bukur. Edhe arra nga sipër, po mund t'i shtoni dhe arë kokosi, është super e shijshme nëse ruani në frigorifer, e freskët për këto ditët kaq të nxehta të verët.